Sportistja shqiptare Ariola Prenga ka kurorzuar të shtunën në mbrëmje një sezon të jashtëzakonshëm në karrierën e saj, duke u shpallur me skuadrën e Stord Volejit, kampione norvegjis në volejboll për femra. Ky titull u sigurua pas fitores në 3 sete ndaj skuadrës së volejbollit të Universitetit të Stavangerit, ku Prenga ishte edhe pikëshënuesja dhe lojtarja më e mirë e takimit me 17 pikë të realizuara. 28 vjeçaria, e cila është edhe kapitene e skuadrës, se siguron këtë titull në sezonin e dytë të saj në kampionatin norvegjez të volejbollit. Sezonin e shkuar, ajo u detyrua të kënaqet vetëm me titullin e kampiones së ligës nordike, ndërsa në kampionat Stord Volley e mbylli në vendin e dytë pas Oslo Volejit, kurse në kupë u mund në finale po nga rivalja kryeqytetase. Megjithatë, ky sezon ka qenë krejt ndryshe pasi Ariola dhe skuadra e saj kanë dominuar plotësisht në kampionat, duke i fituar të 14 takimet e deritanishme dhe duke e bërë kështu të pavlefshëm takimin e fundit, atë të 6 prillit ndaj Oslo Volejit. Stord Volley e fitoi dhe kupën e Norvegjisë në volejboll për femra këtë vit, duke mposhtur në finale pikërisht fituesen në fuqi, ndërsa ja doli të mbrojë me sukses dhe këtë vit kurorën e kampiones nordike të fituar 10. Edhe në planin personal, Ariola Prenga e mbyll sezonin si pikëshënuesja më e mirë e skuadrës dhe si një nga 3 pikëshënueset më të mira të volejbollit të femrave.